Presidenti Vjosa Osmani ka bërë të ditur se presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed Al Nahyan ka pranuar propozimin e saj për heqjen e vizave për Kosovën. Përmes një shkrimi në platformën X, Osmani ka thënë se marrëveshja ishte arritur gjatë takimit dypalësh në muajin e kaluar dhe tashmë është nënshkruar duke hapur kështu rrugë për më shumë mundësi bashkëpunimi mes vendeve tona dhe qytetarëve tanë. Prej 1 janarit shtetasit e Kosovës me pasaporta biometrike janë në gjendje të udhtojnë pa viza edhe në shtetet e zonës Schengen, pas hyrjes në fuqi të vendimit për liberalizimin e vizave, ndërsa me 5 janar u bë qartë se ata do të mund të vizitojnë edhe Spanjën pas një njoftimi nga Departamenti për Migrimin dhe Çështjet e Brendshme të Komisionit Evropian se Spanja njeh tashmë pasaportën e zakonshme të Kosovës. Liberalizimi i vizave u mundson qytetarëve të Kosovës që me pasaporta biometrike të qëndrojnë deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cili do nga 27 shtetet anëtare të zonës Schengen dhe tashmë ata mund të udhtojnë pa viza edhe drejt Emirateve të Bashkuara Arabe.